Javën që kaloi, ai u trondit shumë, u trëmb shumë, madje filloi të qante. Po mirë ju bë, sepse kishte filluar të fluturonte me entuziazmin e tij. Unë do ta ftoj si zotëri të vërtet, vjen Zoti Spërdhima. Sa përna bënë si sigurie VIP-i masti, po hymë publik. Zonja dhe zotrin mi mbrema! Mirë se keni ardhur! Që bëndi? Betim. Qofse të gjove, thash, Zoti Spërdhima kam prezentuar si zotri. Kështu që si lumit, lutem shumë. Dakor, ke shumë të drejtë. Në të gjitha qarqit, artistike ti njësh që ke shumë smirë. Jo, s'është vërtet. Kursi, në rast i konkret ke të drejtë. Kam të drejtë. Mirë mbrema, Zoti Salsano Rapi. Mirë mbrema. Ka lezet që, do pak edukim ti. Edhe pse publiku të nje me emër tjetër, unë Salsano Rapi të thash. Një publiku me emër tjetër? Jo, 1, 2, 3... Si ishte ma? Ju bëni prova në shtëpi për këtë, Bravo. Tani na thuaj pse ka ardhur. Zonja dhe zotrin mi mbrema, mirë se keni ardhur në festivalin madhështor Melodia e Piskashit. Ky festival, i cili të bën të kuptosh atë që ti je, në fakt nuk je, por që ti jesh i veshur në një frak, nuk do të thotë që ti jesh ndryshe ai që mendon që ti je. Kjo është i çështë koncizën aparentë konsensuale që mua më bën të them dy fjalë njëjale. Ktu janë disa simptoma në mënyrë llokoshente të cilat i përkasin njeriu skolastik që në gjuhën popullore do thonë një superstilizacion. Wow! Qishte gjithë kjo, më, që është kjo festival, që është kjo që më themë? Po bëj prova, re! Po prova? Do bëj festivali më i madh. Ku do bëj kjo festival, më? Pishkashe? Po kjo që, kush ta ka mësuar këtë, më? Këtë asistenti ima ka vend për ta mësuar. Asistenti jo? Kush është ky, më? Taksirat Spërdhima e ka emin. Qa e ke këtë ti kushuri, pare? Kush ta du që kam kushuri unë? Po taksirat Spërdhima, Betim Spërdhima, me mbiemër tjetë. Kush ta ka thënë ti, ku e mori vjesh tashe? Më thuaj ku e mori vjesh? Por e nga mbiemri, po them. Petrit Berisha, i portieri, jo, një komtarës, qaj ka Zoni Berishën, kushurije? Jo, nuk e ka gjë. E po mi në rregull, nuk e ke gjë këtë, dakor, nuk e ke gjë, shko ke vëndjat. Jo, kam që të gjoj. Që të gjoj? E po në rregull atere. S'na gjeti. Betim, na thuaj spet, që është ky festival? Festivali do jetë një festivali cili do bëhet me CD me DVD. Për shembull, vjen aty ti, vetë CD-nti aty, edhe le don, Tracki një. Salsano Rapi. Jo. Unë këndoj live i dashur, nuk këndoj unë këshu. Këndoj ti live? Pse, është rëndësishme tjetë me CD me DVD apo live? Si është me rëndësishme? Son bro, po që je, ka higur kohë e live i tëre. Këndoj të papuqi njerë në një kohë atjeri këshu. Tani këndoj vetë me CD me DVD. Edhe rëndësi ka performanca artistike. Performanca? Për një kërm. Mirë, dakor. Po më thuaj, këtë festival do ketë çmime? Festivali do ketë 3 çmime. 3 çmime? 3 çmime. Sa mirë. Njëri është lopa e artë. Lopa e artë? Është lopa. Kushte majtë lopa jote? Apo ai këngëtari, po. Njëri është fshatari i nderit. Fshatari i nderit? Kurse çmimi i tretë dhe kryesori, që në rastin konkret është i pari, është çmimi Betim Spërdhima. Po këtë çmim e ke vendosur ku do t'ja japësh? Vetës time. Vetës sate? I thash në atyre këngëtarëve. Qa i se? I thash unë do ta... ti poti, që kjo t'ju? Mos më ngacmoni. I thash në ty. I thash unë, je dakord ta marrë në çmimin, i thash? Unë po ju marrë këtu, po ju jap me lekë me të thera në Rikun. Se ke dhe lekë sponsorizime? Po sponsorizime, re. Qa thua, mor? Ure. Kush ka sponsorizime? Një janë lavazhet e prenjasit, e asë qanë sipër, për qëks. Po tjetër? 2 janë komunat e referotu, dhe 3 është Partia Demokratike. E Maqedonisë. E pra... Se thashën Partia Demokratike, e Maqedonisë, Po dhe këto që kanë ardhur sot, ato i kanë sponsorizuar. Mirë, jemi
Jemi shumë kurioz të gjithë ne të dëgjojmë këngën tënde. Gjush këngën time? Po. Në Riku, përpara se të bëj këngën unë, ti do vish atje në festival se do më thuar pastaj pse nuk më thej. Jo, unë thash, unë këndoj live, nuk këndoj me CD me DVD. Dakord? Se kema? Si u çapo bën? Do bëj unë. Nuk vi unë. Nuk vjen. Jo. E mirë zori ma, Neda po vjen. Do vjen Neda? Po të vjen Neda, unë s'ri më këtu, po erdhi Neda tek ty. Po kok plaku do vi. Tani lëri fjalët. Lëri fjalët. Do performancën time. Performancën tënde. Prit vetëm 1 sekond. Se ku do ikësh? 1, 2, 3, 4. Çfarë bën më? Ja erdha, të marr një çik instrumentin tim. Wow! Betini me kitar. Po tani, po paske evoluar si artist, ë? Nuk kam evoluar. Hajde. Ço? Çu donte? Ke evoluar tash. Kam fluar unë. Ke evoluar artistikisht, more, je ngritur si artist. Ku më shuf fjalë që të turbroshe si njerëz. Po ti bish kitarës ti, ma? Çu su di? Po pse s'u mbaj kitarën? Tu mbaj, se ku mbaj? Njeri me smir. Tani do ndjeki performancën tënde, ë? Vëmendje. Vëmendje. Të gjithë vëmendje. Vëmendje. Po si, Ma, kemi një soj, e? Edhe se unë i bje më mirë se ty. i bie vërtet, ë? Po kokë të plakut, e? Hec. Qa shu i bje qaj, mo? Nuk është qyp kjo. O, putala! Ore, nuk i bje të shu kitarës, mo? Që që bje kitarës? Rëgur të mos, i bje kitarës? Se man kitarën ty ti, mo? Tu mbaj tërë! Si mbajt aty, e? Ere bërë tu! Ja, ka për këtu! Pa jo vrima, për qa është? Kush? Po e si puna qypit e veç, dhe qypit në fund ka vrim. Kjo ka ti nga mrapa kështu. Dhe këndosh këngën apo jo? Nuk e këngën. Vëmendje. Skënderbeu ishte bio. Lopa në fshatin tim është bio. Shumë si që për lopa ime është bio. Që të gjithë në fshatin ton jam bio. Edhe dhia ime është bio. Dua të dalë në ky fshat i sëmur. Se ju pëlqeu, a? Më falni, më vjen keq, po jeni publik i pa kualifikuar fare. Ti? Që kemi këto ti? Po pse, pëlqet kjo kënga jote, mo? Kënë e ti, e? E ti si bje kitarës? Ma e mua. Që që bjet? Ma e mua si bje Ti i kitarës. bje kitarës? Unë do t'i bje, ti do këndosh, dakor? Jo, dakor. E ti si bje kitarës? Që që bjet? Ja, një sekund. Vëmendje. Publicitet.